do veshim robet. Do veshim ato robet. Do veshim robet që do veshim për fotot. Do veshim robet për fotot. O moj gjoj I vogël, ka mamin I gogël. Të më jeta ime, dale. Dale. Vetesh mami të robet e gjumit, ty? E zhoj? Dale mama? Bravo. Më jeta ime, bravo, dale. Plit moj. Plit. Bravo Zoe, bravo. Bravo Zoe. Daj që me lekta. Jeta mami ti. O ti e ka që milë, mam. Pse ka që milë ti o jeta ime? Daj. Që do veshim robat për fotot. Do bëj goqa fotot e bukëla. Do ti bëj mami foto për 10 mujorin. Dale. Opala, po që ime. Hajde tu. Dali cica ime bukur. Dali ke cica mamit më? Ua, Zoe ka cica. Zoe ka cica. Zoe ka cica. Jeta ime. Jo kështu mama. Zoe. Hajde tu moj ti. Moj ti harakace madhe ti. Ja, do ta vesh mami, prit. Ta, bile dolen mamit. Bile dolen, dashuri, Zoe, bile dolen. Bile dolen mami tu. Bravo. Ele tjetlen. Bile dolen tjetel mama. Bravo goqa. Dale, da me fen mami këta? Oj, Spidermania mamit. Ti e bërë Spidermania mamit dhe moj. E bërë Spidermania mamit ti. Qa shikon? Hajde të mami jote. Ua, sa i bukur. Sa të shkon moj Zoj. O moj dalandyshe. Dalandyshe mamiti. O jeta e mamit. Riqi këtu tani? Riqi këtu se do të marrë mami këto. Prit marrë mami telefonin me foto. E prishe o mam? Do të hashti atë? Oj Zoj. Po kemi bërë për foto to mam. Oj, na e prish që kekun. Po tani, që e bele? Jo. Po këto, qa do bësh tani këto? Oj, uriq! Përshëndetje njerëz, përshëndetje goca, mirë se keni ardhur të kanali im në YouTube, për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Nga t'ja filloj? Po filloj në faktin që kjo do jetë një video e shkurtër, nuk do jetë vlog, dua të flas për 2-3 gjëra të vogla, edhe kështu të shprehem edhe unë, se kemi nevojë se isha futo kështu nga që mi kap Zoj kur pinte, edhe hutohet pastaj me këto, shpërqendrohet për sjarim, se ishin kështu. Atëherë, çështja është këtu. Nuk kam filmuar këto 2 ditë, as nuk kam filluar një vlog, me thënë të drejtën goca nga vlogu I fundit që kam postuar. Me shprish pak Terezia me thënë drejtën, jo se jam mërzitur shumë, por sido që tjetë vjen pak inat që pse më ndodhin mua këto gjëra. Nuk e di sa më ndiqni ju që jeni këtu në TikTok, besoj se edhe nga TikToku kanë ardhur këtu. Më është mbyllur, ma ka pezulluar TikToku, adresën e TikTokut, madhen, se tani kam hap një tjetër. Përpara u bën 2 ditë, 3 ditë fare sot, se di, ku zjam në mëngjes, du të hap TikTokun, shikoj, banit, dhe me thënë, I ndaluar, I pezulluar, diçka e tillë. I bëra apel, I dërgova po ashtu sot një email tjetër, nuk e di pse. Unë fakt jam munduar gjithmonë që t'i përmbahem atyre mos t'i shkel rregullat e TikTokut, edhe sa herë që kam bërë check-in aty tek TikToku që ke atë opsionin, më dilte I pastër. Edhe okay, të paktën nga TikToku mos ndodhte kjo gjëja, prandaj mundohesha. Edhe ndodhi. Kjo gjë ndodh në fakt edhe nga raportimet e shumta që mund të marrësh nga njerëzit, bëjnë raport. Nuk e di çka kanë me mua njerëz që më bëjnë raport.
Por, okay, është edhe kjo që se njëra më kishte thënë që nuk bëhet sepse TikToku e verifikon edhe që nuk ke ndonjë gjë për të bërë report. Por kaq shumë duhet presun sa të verifikohet kjo gjë, ja, u bën kaq kohë, kaq ditë domethënë. Gjithsesi, nuk është se e kam marrë me aq shumë mërzitje, nuk kam mërzitur aq sa herën e parë që ma vodhi dikur, sepse, okay, atëherë ma vodhën edhe kështu që duhet edhe kam paguar madje për ta mbajtur. Imagjinoni, harxova edhe ca lekë mira. Gjithsesi, këtë radhë thash, nuk jam mërzitur shumë me thënë drejtën, sepse e stakova në mendje dhe thash, okay, Romila, rrjetet sociale kështu janë, edhe do të mbyllen, edhe do t'i mbyllin, edhe kështu gjërash, edhe kam hapur një tjetër. Tani, ata që do më shohin që më kam pasur, do më ndjekin prap. Si për shembull këtu në YouTube ndodh që mbyllet kanali ose diçka. Ata që do të shikojnë sërish, ndoshta nëse të kanë pëlqyer, do të ndjekin prap, do të bëjnë prap subscribe. Edhe kështu. Edhe kështu, thjesht më vjen pak edhe inat në këto bashkëpunimet që kam, sidomos te TikToku, njëherë që janë duke më ardhur pak dhe unë nuk i bëj dot bashkëpunime, sepse TikToku funksionon që duhet i bësh bashkëpunimin pa aty direkte, e ke aty opsionin se si të bësh bashkëpunimin, edhe se di, uroj që të arrit paktën te ky i riu që kam hapur aq followers sa duhet për të bërë këto bashkëpunimet edhe që t'ju shkruaj këtyre. Edhe kështu çështja me këtë, nuk e di, uroj që të më kthehet. Edhe nëse jo, s'ka problem. Jeta vazhdon përpara, rëndësika të jemi mirë me shëndet, se çfarë nuk po shikojmë. Edhe kështu njerëz, nuk kam filmuar këto ditë, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë interesante, me thënë të drejtën, edhe sot është 10 mujori i Zoit, i pat fotot edhe videot që i postova pak më përpara. Nuk rri fare, edhe unë prandaj këtë radhë edhe i kam marrë një veshje të thjeshtë, super baby, por sepse nuk rri fare, 1 minutë me një vend nuk rri, është e pamundur t'i bësh foto. Kur ishte më e vogël, thoje, okay, edhe më e vogël nuk rri, se e keni parasysh ato pozicionet që duhen gjithmonë të njëjtat pak a shumë. Nejse, sa për kujtim se unë ja kam bërë çdo muaj dhe nuk dua që t'i lë një muaj mangët, duhet t'ja bëj të gjitha. Edhe duhet ta shpërqendrosh me diçka që ti bësh foto me se s'bën, domethënë që t'ja bëj foton. Edhe kështu, sot filloi kështu dita, sa u zgjova, meqense Zoi mëngjes është pak më të mira, e thash të bëjmë foto, të mbarojmë atë punë edhe jemi në rregull pastaj. Po u kënaqem. Edhe ai momenti kur bën fotot kështu, është bukur. Pavarësisht se ndodh një katraure vërtet aty pastaj, e kam batanien, tani do ta marr, do ta shkundë dhe do ta laj, atë që shtrova poshtë, edhe bëhet dhoma aty, ju që keni mama dhe që i bëni foto, e dini këto. Kështu, tani, doja t'ju flisja pak, në fakt, e kam cekur për ditëlindjen e Zoit, sepse po vjen, nuk më besohet, o Zot, o njerëz, ikën 10 muaj, nuk e di, o Zot, ma nduken si dje, edhe në një ranë, kam shumë mall për Zoin e vogël, që ishte kur i shikoj ato videot, ato fotot që i kam bërë shumë fare, por shumë, sidomos 2 muajt e para, 3 muajt e para, çdo ditë. Edhe kur i shikoj them, wow, fluturoj koha. Edhe dua të kthehet ajo koha, po edhe nuk dua që ta shoh kur rritet, kur bën ato gjërat e veta të moshës që vin tani, ecjet, fjalët, gjitha dua t'i shikoj këto tani. E kupton, çdo fazë shumë e bukur me fëmijët. Edhe kështu, ne në fakt do ta festojmë në Shqipëri, unë duket e kam cekur pak këtu, nuk e di e kam sqaruar jo, po e them sërish, do ta festojmë në Shqipëri ditëlindjen e Zoit, edhe kisha një plan tjetër në fakt kisha një plan tjetër për të bërë, siç e bëjnë tani shumica që bëjnë si dasëm, themi, se unë nuk është se kam bërë dasëm me burrin tim, me bashkëshortin tim, me Ilirin, nuk kemi bërë dasëm, nuk është se e kemi menduar shumë herë me bë dasëm, me thënë drejtën, nuk është se kemi pas shumë qef, po këto vitet e fundit tu pa dasma neve, na hyri çik si kështu si ngjak. Edhe jo që do bëja dasëm tani, thjesht ta bëja një fest ku unë thjesht vishja fustanin, edhe të kisha disa kujtime, kaq, edhe s'kisha ndërmend të ftoja shumë njerëz, thjesht të afërmit, më të afër domethënë. Por nuk e bëjmë dot, sepse familja ime nuk vjen dot, flas për prindrit, edhe vllai që është me ata normale, nuk vjen dot në Shqipëri, për arsye se mamin e kam pa qef, e kam cekur edhe disa herë tjera që mamin e kam pa qef, edhe ajo
Nuk është se kam me doktor që nuk mund të udhëtoj, por nuk është në gjendje, thot nuk jam mirë. Tani normale. Mami ime ka qenë goxha ka qenë smur, edhe thot nejse, ka frikë, plus nuk është në gjendje dhe kështu që nuk vjen dot. Po bën kaq vite. Gjithsesi, e di që një pjesë e imja nuk do gëzoj shumë atë ditë, por do mundojmë paktën të gëzoj për Zoin, për ditëlindjen e saj. Sepse kur mungon gjysma i thon normale nuk mund të gëzosh plotësisht 100% dhe aq më pak prindërit. Uroj që të më vi motra, të cilën e kam këtu, edhe ajo duhet të marri përgjigje një herë, se edhe ajo ka shkollën e provimet gjëra që është duke bërë edhe këtu në Gjermani, në fakt. Do me thënë, ajo është në shkollë dhe ka pak të vështirë, por do mundohem, tha, nuk e di, të shohim tani. Por më shumë sigur 60 me 50 është më shumë mundësi edhe mund të vi, por vetëm nëse ndodh në gjë, këdiun nuk vjen. Paktën do ke motra nga njerëzit e mi. Edhe kështu, nuk është se do i bëjmë shumë njerëz, ju thash, vëllezër motra që janë, ato 2 njerëz shumë të afërt që ka Iliri aty. Më falni, edhe këtu, mund të bëhemi diku të 30, hajt, po bëm, po nuk bëhemi 30, 25 veta, kaq. Edhe më mirë, se edhe unë nuk është se doja diçka shumë të madhe, Zoja është e vogël, nuk është se kupton, me thënë drejtën, por që kështu, unë ta mendoj thellë edhe nuk është se doja shumë një fest kështu kaq kështu. Ndoshta për faktin se nuk kam dhe prindrit, por okej, po e bëjmë. Edhe kështu, i kemi filluar disa përgatitje në kuptimin që kemi rezervuar lokalin ku do ta bëjmë. Unë kam porositur fustanet, që kam gjetë një super fustan, nga ndihmua kunata ime ta zgjedh. Edhe është shumë i bukur me thënë drejtën, kam folur me ata që do i qepin Elbasan, do ta bëjmë njësoj me Zoin, normalisht do jetë ngjyrë roz. Edhe Zoit i ka marrë pashtu një fustan tjetër, nuk e di, ja u kam thënë, e kam treguar këtu, më duket se jo, një fustan tjetër që ja kam porositur tek Sheni dhe ka ardhur super i bukur goca, ashtu fiks siç duket në foto. Unë e lava, edhe ta do ta mbaj për fustan të dytë, sepse dihet që fëmijët e vegjël do bëhen pis, plus ta ketë edhe me fustan tjetër, se e keni parasysh që është ajo i qefi dëshira. Edhe kështu, edhe unë ndoshta vesh ndonjë fustan të dytë, sepse ata që do kem ai nga që është pak, keni parasysh janë të fustanet e festave. Edhe nuk e di, them, a do jem komode, nëse do jem komode nuk e ndroj, por nëse nuk do jem shumë komode, do kem një rezervë që 3 mirë gjatë festës, se tani me fëmijë të vogël, e kuptoni, fustani që kështu, si do të shkosh mrapa. Edhe kështu, kam gjetur edhe dekorin, kam fol me një gocë, po në Elbasan, kemi rënë dakord, do e bëjt ajo. Nuk është se merr shumë me thënë drejtën, çmim goxha i leverdishëm, me sa pash unë që janë shtrentuar goxha. Edhe unë nuk është se do ta bëj shumë të madhe, vetëm me një kolon do ta bëj, edhe kaq se është e vogël Zoj, ju thashtë, edhe nuk është se kupton shumë. Edhe tortën po ashtu ja kam gjetur modelin e flokëve të mia që do t'i bëj. Edhe këto. Kam porositur edhe disa gjëra tek Sheni. Akoma si kam porositur, më falni, që doja marr me vete kur të iki në Shqipëri, sepse dua t'i bëj edhe një mirëmëngjes ditëlindjeje, si ta shpjegoj unë. Kur zgjohet mëngjes, shkoj ca gjëra të bukura të lezetshme kështu, ca foto mëngjesore themi. Edhe kështu. Ca gjëra që do t'i bëjmë atje te festa që mendoj se ndoshta ata të dekorit duket se nuk i kanë, edhe kështu do t'i bëj unë vetë, do ja marr që këtej. Se janë gjërat vogla edhe i merr kollaj, nuk është se nuk është se zën shumë vend këto gjërat e ditëlindjes Zoit. Duhet që t'i gjej edhe këpucët për Zoin, sandalet, se do jetë fustan, sandalet edhe diçka për ta veshur sipër kështu, se normalisht janar është ftohtë, edhe pse në lokal do jetë ngrohtë, por momenti i daljes nga makina edhe kështu. Edhe këto, do jemi vetëm 7 ditë, e di do edhe 2 muaj, por e dini fluturojnë këto 2 muajt për Zotin. Data 10 sot iku pothuajse gjysma e muajit, edhe vjen edhe dhjetori, edhe fustanin e 11 vjetorit e kam,
Nuk e di ua kam treguar apo jo, po kur të bëjmë fotot e 11 mujorit, do ua tregojmë. Duke se nuk e kam treguar atë, jo, nuk e kam treguar me asnjë vend. Është shumë i bukur edhe ai. Edhe kështu, edhe po thoja, nuk e kam bërë Zoit ditëlindjen me ndonjë kukull, për shembull, si ta shpjegoj, në kuptimin që ato zbukurimin, tortën e këto nuk do ja bëj me motive kështu kukullash gjërash, se ai nuk kupton to, ai Zoi nuk shikon fare, nuk i di fare çfarë janë, kështu që ku i kupton ai këtë. Ja kam bërë, e kam përshtatur me fustanin, me dekorin, me tortën, domethënë të gjitha, i kam përshtatur me një gjë. Edhe kështu njerëz, kështu do jetë. E thash edhe më lartë që ndoshta nuk do jem shumë e gëzuar, por do gëzoj për Zoin, se e kemi menduar, në fakt e menduam që ta bënim edhe këtu ku jemi, por të themi të vërtetën nuk del siç mund ta festosh në Shqipëri, mendoj unë. Nuk e di, ndoshta po ti je në një zonë tjetër, ose unë nuk e di këtu ku jam unë, edhe okay, do thoni ju mund t'i bëje zbukurimet vet apo qa për të lyer, ku do lyesh këtu ama, nuk të rregullojnë si në Shqipëri, të themi të vërtetën. Më mirë lyesh vet nëse është ashtu se sa këtu. Jo po fotot, fotografi, gjërat, këtu kushtojnë shumë fare, edhe njerëzit prap janë andej, prindërit e mi edhe sikur t'i bënim këtu, nuk e kishin të sigurt nëse do vinin, kështu që vendosëm ta bëjmë në Shqipëri, dhe gjë tjetër është që do pagëzojmë, edhe do ta pagëzojmë Zoin, kështu kemi vendosur. Edhe nuk e di se si qysh tek do e pagëzojmë ditën e ditëlindjes, të shkojmë në mëngjes, se do ta bëjmë për drek, apo do ta pagëzojmë përpara, një ditë përpara, të shohim si do na jetë, si do kemi kohën. Nuk është se do shumë punë pagëzimi, por si do që tjetë kohën e vet e kërkon. Edhe këto. Kështu njerëz. Okej, unë po e mbyll këtu këtë video. Këto ishin ato që kisha për t'ju thënë, për t'ju treguar. Edhe nesër, se harova, do filloj një vlog, se nesër do bëjmë vaksinën e meningokokut B për Zoin. Dhe për këtë do flasim nesër si qysh tek, pse pikërisht tani, sepse kjo bëhet më herët, edhe për të gjitha gjërat e tjera do flasim nesër. Kështu që mos harroni, më bëni subscribe juve që sapo e pat të video dhe nuk më keni subscribe, sepse do kemi gjëra të bukura në vijim. Edhe diçka, dua që të më lini koment, nëse doni që të bëj vlogmas, quhet, në mos gaboj se unë nuk e di mirë, duhet të shikoj këto gocat që bëjnë, edhe do mundojmë që t'i përshtatem edhe unë, dhe më lini koment nëse doni të bëj apo jo, apo si që tek unë me mendin time do bëj, por nëse komentet thonë jo shumë, okay, nuk e bëj, por më lini koment këtu, sepse kam shumë dëshirë që të bëjmë këtë gjë, edhe pse jo, të mundohemi të regjistrojmë edhe çdo ditë, do jetë gjë e bukur, të shikojmë, a kuptoni? Kështu. Okej njerëz, tani unë ju përshëndes, me kaq po e mbyll këtë video, edhe do shihemi në video të tjera. Bye.